Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, paqja lavdërimi e Zotit qoftë mbi vulën e pejgamberit Muhammedin alayhis salam. Jemi me temën e 26, qëndrueshmëria në fenë e Zotit. Duke thënë besimtari vetes tim, amantu billah, unë i kam besuar Zotit. Dhe në momentin që ai thot vetes unë i kam besuar Zotit, do thotë që unë i përmbajm ligjeve dhe rregullave që Allahu subhanahu wa taala dhe dërguari i tij ka vendosur për njerëzit. Allah thot në Kur'anin Kerim, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata cilët thon, ata cilët me të vërtetë ata cilët thanë Zoti ynë është Allahu dhe pastaj qëndruan, u bën qëndrueshëm fenë e Zotit. Tatanazzalu alehimul malaika, tatanazzalu alehimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bita zbresin me lajket Allahut azza wa jall duke përgëzuar, mos u frikësoni, mos u mërzisni. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, të përgëzoni me xhenetin e Zotit për cilën ju premtua juve. I cili ju premtua juve. Pra në surën Fussilet. Në hadithin e Sufjan ibn Abdullah al-Thaqafi, qal qultu li Rasulillah, thot Sufjani i thash pejgamberit alayhi salatu wasallam, ja Rasulullah i dërguari i Zotit. Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Më thuaj një fjalë që unë pasaj nuk do të pyes askën tjetër përveç teje. Tha, kul amantu billahi thumma istaqim. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuaj pra Sufjan, i kam besuar Allahut dhe pasaj qëndro. Ai istaqim ala tariqil at-tauhid, qëndro në rrugën e Zotit, në rrugën e Islamit, në rrugën e besimit, në rrugën e moralit, në rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra mos devijo majtës e djathtas, por je i qëndrueshëm në fenë e Zotit subhanahu wa taala, qofshin në kohë sfidash apo në kohë mirësish, pa ti qëndro fort në rrugën e Zotit subhanahu wa taala dhe adhuroj Zotin derisa të dorëzosh shpirtin e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun të bëj për atyre njerëzve që qëndrojnë në rrugën e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullah.